Një aksident tragjik hekurudhor ka ndodhur në Indonezi, ku 2 trena u përplasin në qytetin Bekasi, pranë kryeqytetit Xhakarta, duke shkaktuar viktima dhe dhjetra të plagosur. Sipas autoriteteve, të paktën 4 persona kanë humbur jetën, ndërsa 38 të tjerë janë lënduar. Ngjarja ndodhi në stacionin hekurudhor të Bekasit, ku një tren i linjës urbane u përplas me një tren të distancave të gjata. Me një herë pas aksidentit, ekipet e shpëtimit më rritën në vendngjarje dhe nisën operacionet për nxjerrjen e pasagjerëve të bllokuar në vagon. Dëshmitarët përshkruajnë momentet e tmerrit. Një pasagjere tregoi se ishte duke zbritur nga treni dhe po fliste në telefon me bashkëshortin kur ndodhi përplasja. Ajo u shpreh se për fat të mirë ndodhej në një nga vagonet e mesit dhe jo në fund të trenit, ku dëmet ishin më të mëdha. Autoritetet lokale konfirmojnë se shkaku i aksidentit nuk është ende i qartë, ndërsa hetimet janë duke vazhduar. Policia dhe ekspertet e transportit po analizojnë të dhënat për të kuptuar se çfarë çoi në këtë përplasje fatale. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë dëme të mëdha në vagon dhe një operacion intensiv shpëtimi, me ekipe emergjente që punojnë për të ndihmuar të plagosurit dhe për të siguruar zonën.